Po, fillimisht, prokuroria ka marrë një informacion nga policia e Kosovës se një person për të pajisur me certifikata për leje të ardhës ka kërkuar para, do të thonë rishfet. Me të marrë këtë informacion, policia ka parashtuar një raport informues në prokurori dhe prokuroria, sipas këtij informacioni, fillimisht ka parashtruar kërkesë për lëshimin e urdhrit për aplikimin e masave të veçanta hetymore në gjykat dhe gjykata ka aprovuar kërkesën. Në këtë mënyrë është aplikuar masa e fshet, disa masa të fsheta dhe më konkretisht simulimi i veprës penale të korrupsionit. Me që rast ka rezultuar se personin e fjalë ka pranuar rishfet në shumë prej 600 euro në këmbim të pajisjes me certifikata për leje të ardhme. Betimi për drejtësi ka arritur të siguroj pamjet ekskluzive që argumentojnë korrupsionin në këtë rast. Takimi i parë në mes të qytetarit me punëtorin e poligonit ishte bërë më 9 dhjetor 2025. Punëtori i poligonit e pyet qytetarin nëse dëshiron ta kryejë vetë testin me shkrim dhe gjuajtje. Përkundërse qytetari informon se ka probleme me shikim, por punëtorin e poligonit nuk paraqet asnjë shqetësim. Në ndjerë për Antia, për lëvashit të rëven, me shqetesh për lëvashit të rëven? Ja, pa ma mirë, po. Dhe trija? Pa trija. Në ke polite? A? Unë të liceni. Në zatet me një harflafi i licionit, të ndohë. Një harflafi i licionit. Unë të ati, po, role me rrë. Që se vonë kjo, ka me lejë, no. Tani më kalzej, e komorë ka me lejë. Qysh mire, ka më kalzej, që të Bërë fanë, mërë haqit një, më hafere fa ka fëjta. Me morë, ma në kërë kom për 3 se vishtë një. Pa lunë qënjë, qështë. Në pak që se qërë, është shkët 600 euro. Po? Sa të vetë ati? Ha? A të vetë në nëllë? Po? Që ishtë? Vala, se di. A të morë vetë? E nuk shë bashkë mirë. Nuk shë bashkë mirë, se... A dhe? A të në të i shpejta ka në Jo, në të i shpejt ma mirë, o. A i shpejt ma mirë. Jo, 3 jetë, po, 600 euro. 600,